Mirëmbrëma, me sa duket vija e lundrimit të Erion Velijes është përplasur me atë të qeverisë të Edi Ramës. Kemi dy veprimet të tyre. Edi Rama që i bën kërkesë KQZ-s për ta shpallur postin e kryetarit të Bashkisë Tiranës të lirë, dhe Erion Velia që bën kërkesë në gjykatën kushtetuese për anullimin e vendimit të Këshillit Bashkiak. Të paktën shprehur me gjuhë popullore. Më saktësisht do flasim me dy të ftuarit. Kam avokatin Edmond Pedraj, zoti Pedraj, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit drejton. Kam gjithashtu edhe kolegun Flogart Musha. Flogart, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, kënaqësi. Shiko, dua ta nis me ty Flogart, pastaj kalojmë në anën teknike të zoti Pedraj. Kemi një përplasje, domethënë nuk e kemi me Britma, me Ulurima, nuk e kemi si KQZ-ja, si ajo drejt që mbledhja e dikush me e famshme Fatos Nanos që u bë strat, por kemi një lloj përplasje siç po ndodh së fundmi në Partinë Socialiste në Heshtje, pra ka përplasje, nuk është se nuk ka rryma fraksione njërin tjetër, por ndodhi në Heshtje. Kjo është një përplasje e tillë. Dëgjoj, kjo është një përplasje që në fakt Edi Rama e paralajmëroi që 11 shtator. Sepse në qoftë se ju kujtohet fjalimi i famshëm kur bëri shpalljen e shkarkimit Veliajt, tjerat pastaj ishin procedurë pa ndonjë interes. Rama pasi i ras pakut mirë dhe tha që i keni bërë bërësi drejtat e njerëzit, por ne nuk do ju lëvizim, nuk do ju ngasim me ligj, pra erëzoi Komisionin Xhafaj. Në një farë mënyrë sikur ju tha amerikanëve dhe europianëve që okej, do e lëmë siç e doni ju, pra ju a dha atë që kërkuan. Nga ana tjetër tha që ne do ndërmarrim këtë hap që është një hap i debatueshëm, por i domosdoshëm për qytetin e tjera me radhë, dhe ligjërisht kur foli për ligjin, tha që duhet parë dhe ai ligji atje. Pra nën kuptonte që diçka mund të ndodhë. Dhe kam përshtypjen se kjo përplasje e Ramës me Veliajn, nëse mund ta quajmë kështu, unë dua ta quaj kështu sepse tani më ka ndodhur, sepse në të kundërt Veliajt do ishte dorëheq, ka nisur, por me sa duket të dyja palët janë të interesuar që më shumë ta trajtojnë si një përplasje juridike institucionale se sa si përplasje politike. Sepse si përplasje politike ai që do të fitojë më shumë, se tjetri sapo ka fituar dhe nuk ka shumë bet, pra Veliaj nuk i intereson. Ndoshta deri në një moment dytë. Ndoshta Flogert sepse nuk e di se sa kam brava, sepse ai votimi në Këshillin Bashkiak mund të demoralizojë gjithë. Po ki parasysh ke një Edi Ram. Duke menduar që më shumë se gjysma e tyre i ka vënë ai dhe ata. Po ke një Edi Ram me 83 mandate. Ke një Edi Ram i cili partinë dhe qeverinë e ka rrjesh për 1. Pra, në qofse ose kur kemi parë kur janë goditur liderat e partive, për herë ata që kanë bërë revolucionin ose rrëzimin e madh, e kanë bërë kur lideri ka qenë një moment të dobët. Pra, Ramës ka dashur vetë i ikë pak. Ose si rasti Nama. Eksakt, po ka dhe raste tjera në Europë që janë goditur në momente të dobta. Pra, Rama mund goditej përpara zgjedhjeve të vitit 2017 ose në 2017, kur mori 74. Që mund ta pengoje ta merrte 74 dhe mund të ishte ti kingmakeri. Edhe në 2021. Sot do ishte gaf që dikush brenda Partisë Socialiste të merrte mundimin të rrëzonte Edi Ramën. Domethënë është të bësh vetvrasje politike në mënyrë kategorike me një opozitë të tillë përballë. Dhe e dikush është e keqja. Që edhe nëse dikush brenda Partisë Socialiste, nuk po them Veliaj, po kushdo tjetër. Po hipotetizojmë. Do dojë të krijojë një fraksion që të japi dorë opozitës për të goditur Edi Ramën. Si meta dikur. Po, eksakt. Më shumë dobësohet dhe goditet ai që shkon dhe afrohet me doktorin, se sa Rama. Pra edhe aleati mundshëm potencial përballë që është opozita, është aq i rënd, se nuk e vlen. Mua bën që kjo opozitë duhet drejtë të lekë informacion. Jo, po të më thuaj tani, ti thuash sot për shembull Veliajt, kujt don Partinë Socialiste, që krijoi një fraksion dhe me bashkojë opozitës bënë një plan strategjik së bashku që të dobësoni Edi Ramën. Aty opozita do të dobësohej edhe më shumë, ata socialistë mërzitur do shkojnë edhe më shumë te Edi Rama dhe figura politike që do të bënte këtë revolucion do katranosi si mos më keq. Kështu që Veliaj do e mbaj në këto shina, mendoj unë, nuk do e agravoj, sepse dhe halli që ka Veliaj tani Në fakt është halli juridik. Dy herë që
Opozita i është imponuar. Ka ndodhur në rastin e Berishës, kur nano e qeverisi me zëvendës ministra, sa kishte fiksosisht e votat, kishte metën kundërshtar nga brenda partisë. Dhe rasti Berishës në fund të mandatit të dytë, kur u detyru me shfutoi vetëm nga vota e Islamit dhe Dogjanit që në atë kohë ishin antar kaluan nga Rama po. Pra nuk është më ai rast. Rama ka një diferencë prej 21 votash që po ki parasysh diçka. Fati politik i Erion Veliajt varet nga procesi juridik. Në qoftë se Erion Veliaj do ketë një proces juridik në Strasburg e kështu me radhë që do jetë në favorin e tij dhe do dali pa lagur nga ky histori, aty